Familja Thaçi prej kohësh po kalon momente të vështira. Pikpyetjet më të mëdha janë se si do përfundoj procesi gjyqësor në Hag ndaj Hashimit dhe këto po shtojnë më shumë pasigurinë e familjarëve të ish-presidentit. Gjatë një interviste, djali i tij u shpreh se e ka marrë shumë malli për të atin, ndërsa shtëpia duket bosh pa të dhe ai po pret me padurim ditën e rikthimit të babait në shtëpi. Ndërkohë, bashkëshortja e Hashimit ka preferuar të qëndrojë tërhequr nga daljet e saj publike. Edhe pse ajo ka folur rrallë, e kaluara familjes së saj para se të martohej me Hashimin ka qenë mjaft dramatike. Kanë qenë plot 37 persona të familjes së saj që kanë humbur jetën kur ushtarët serb shkuan në fshatin e tyre. Vëllai, djali i vëllait, xhaxhallar dhe fëmijët e xhaxhallarëve janë në mes të familjarëve të gruas së Hashim Thaçit që humbën jetën. Edhe pse Lumnia Thaçi nuk ka folur publikisht për këtë histori të trisht familjare, e kaluara peshon shumë në zemrën e saj. Burime pranë gruas së Hashim Thaçit kanë thënë se së fundmi ajo ka marrë një tjetër vendim, që ka çuditur jo pak njerëz. Teksa Hashimi po qëndron në Hag, ajo është larguar nga vila ku ka jetuar prej vitesh. Arsyeja sepse ajo braktisi shtëpinë e saj ishte mjaft fisnike. Pasi vuri çelësin vilës ku jetonte gruaja e Hashimit, ka shkuar për të jetuar në fshatin Buroj të Skënderajt, aty ku jeton edhe vjera e saj. Meqense mamaja e Hashimit nuk donte të largohej nga shtëpia e saj, Lumnia ka vendosur që të mos e lërë vetëm vjerën dhe ka shkuar për të jetuar me të. Me sa duket, gruaja e Hashim Thaçit di të jetë bashkëshorte e mirë në ditë të mira dhe të vështira për familjen.